Përshëndetje shikues të nderuar të Topologu.news, jemi sot në një intervistë ekskluzive me nënkrjetarin e lëvizjes Besa, gjithashtu kryetari komunës së Zhelinës, zotëri Blerim Sejdiu. Zotëri Sejdiu, ju faleminderit që pranuat ftesën tonë për këtë intervistë. Po e filloj me pyetjen e parë në lidhje me kongresin e 9 majit të partisë tashmë Vlen, cilat do jenë risitë, simbolika dhe numri i delegatave në këtë kongres. Njerë faleminderit edhe për ftesën dhe kënaqësi që ju drejtojmë shikuesve tuaj. Po, është një moment historik dhe gjithë e kemi pritur këtë moment. Vleni të bëhet bashk, Vleni të bëhet një dhe jo rastësisht edhe moton e ka jemi një. Jemi një, gjithë të bashkuar për t'i çuar proceset politike përpara dhe për të qenë përfaqësues të denj të shqiptarëve në qeveri, ashtu siç i ka hije dhe ashtu si shqiptarët e kanë pritur pra me dekada. Është vërtet se kongresi është caktuar me datë 9 maj, pra ditën e shtunë, dhe këtu do jenë 180 delegat, pra do ketë çdo parti politike. Ne kemi bë numri parafërsisht jetë afërsisht 1000, aty do të thonë 850 plus delegat, ku me këtë numër simbolik, për arsye se jemi 5 përfaqësues politike apo 5 parti politike, do i përfaqësojmë pra të gjithë në një zë, të gjithë të bashkuar dhe me moton jemi një. 9 maj është edhe dita e Europës dhe jo rastësisht ne kemi caktuar pra data 9 maj të jetë një simbolik, një mesazh se rrugtimi jon është Bashkimi Evropian dhe se nuk ka asnjë farë ndryshimi dhe nuk do ketë as pak deklarime boshe në aspekt të integrimit ton të plot në Unionin Evropian. Në vërtet do jemi pjesë e Unionit Evropian, por do jemi ne si Vlen, do jemi ne vërtet aty ku na takon vendi i përfaqësimit, pra në familjen e madhe të Unionit Evropian, dhe kjo do ndodhë pra shumë shpejt. Ne këtë kongres e kemi pritur, nuk ka qenë lehtë, duhet ta pranojmë. Rrugtimi ka qenë i vështirë, normalisht, për arsye se janë më shumë subjekte, por e rëndësishme është se sot flasim me një zë, sot flasim si një parti politike dhe ja ku është momenti që të gjithë bëhemi bashk, atë që ndoshta një pjesë e konsiderueshme e dëmtorëve shqiptarëve në aspektin politik, që janë opozita e sotshme, nuk e kanë pritur këtë bashkim, nuk e kanë dashur këtë bashkim, sepse atyre ju pengon zhvillimi i shqiptarëve, atyre ju pengon bashkimi i shqiptarëve, ata e kanë thonë çdo herë bëhuni bashk, por në momenti kur u bën bashk, ata filluan të na etiketojnë, filluan të na sulmojnë mediatikisht, filluan mos i jenë rehat, dhe sot shihet se vërtet nuk janë as pak rehat, sepse shqiptarët po ecin dorë për dorë të bashkuar dhe drejt atyre synimeve që me dekada i kanë pritur dhe i kanë kërkuar. Vlen sot është me gjithë parakushtet edhe dokumentative, edhe të numrit të strukturave, edhe përgatitjeve pra tjera, i kemi bë gati që më njëherë pas 9 majit, ku do jetë kongresi, të nisi edhe procedura e themelimit në gjykat, në Shkup, ku selia është parapart jetë në Shkup e Vlenit, ku përbërja do jetë nga 5 përfaqësues, pra presidenca, që ne ashtu e kemi quajtur, do ketë 2 kryetar partish, do ketë 2 nënkryetar dhe sekretari general. Dhe me këtë strukturë, që është një model rrisi politike dhe mënyra e organizimit në Maqedoni, ndoshta edhe në rajon, që nuk është parë në këtë formë dhe nuk është praktikuar në këtë formë, ja për herë të parë ndodh tek ne dhe po funksionon. Ajo që është me rëndësi është po funksionon. Ky model ka marrë pjesë 2 herë në zgjedhje, edhe 2024 edhe 2025, dhe me këtë model ne kemi pasur sukses dhe sot jemi edhe në qeveri të përfaqësuar, kemi edhe shumicën e komunave që i fituan pra në zgjedhjet e fundit lokale. Ky model është përkrahur nga shqiptarët, ky model i është dhënë mbështetje pra nga qytetarët, nga popullata, dhe ne këtë model do e vazhdojmë, do e forcojmë dhe do e unifikojmë dhe ashtu jemi duke e bërë. Kemi datë, kemi afat, ja jemi në prak
dhe me këtë do ta përmbyllim gjithë atë pritje që gjithë e kanë pritur, gjithë na kanë parashtuar edhe pyetje me drejt se kur do bëheni bashkë dhe ja ku jemi pra të unifikuar ashtu siç na ka hije dhe ashtu siç vërtet shqiptarët na duan. Jemi të bashkuar, jemi një dhe ne jemi një dhe ky është mesazhi jonë më në fund i suksesshëm dhe ai synimi jonë është dhe do jetë që t'i zhvillojmë qytetarët tonë, në theks veçantë ata që kanë qenë më të marginalizuar, më të lënë pasdore dhe ata janë qytetarë shqiptarë dhe sidomos edhe vendbanimet dhe jo rasti sot po investohet në vendbanime shqiptare, sot po investohet se ne nuk mund t'i ndajmë vendbanimet në shqiptarë jo shqiptare, por i ndajmë në bazë të dominancës popullatës, aty ku asnjëherë qeveria më herët nuk ka investuar, sidomos në zonat ku ka pas përfaqësues shqiptar dhe nuk i kanë zhvilluar apo i kanë lënë të shkret. Sot po zhvillohet gjithandej komunat ku theqen nga Vlen, ju e shihni se punohet çdo ditë siç asnjëherë më parë dhe këtë nuk e them unë, e thot zhurma e eskavatorëve, e thot zhurma e makinerive, e thot puna dhe ajo flet më së miri pra se gjithë ne tjerët për aspektin e zhvillimit dhe aspektin e ngritjes infrastrukturore gjitha të rojeve shqiptare ku jemi ne, ku banojmë ne. Se përket statutit dhe programit, cilat do jenë ato kauzat kombëtare mbi të cilat do të ngritet programi i kësaj partie? Tani ne nuk kemi kauza nacionaliste, për arsye se vlerësojmë se ajo është një ndjenjë që nuk duhet ta shkruajmë dekun sepse me atë jetojmë dhe me ndjenjën të qenurit i një etnisë caktuar është në ADN, është në gjak, është në zemër, është mendime dhe ajo konvertohet pastaj në vizion politik dhe kështu me radhë. Ne nuk do ndalim të ajo, statuti jonë është shumë demokratik, statuti jonë është shumë gjithëpërfshirës dhe statuti jonë pra do jetë një model ndryshe që nuk është parapar apo nuk është parë në trojet tona politike shqiptare sidomos Maqedoni. Do jetë një model ndryshe, siç e thashë më herët, mënyra e funksionimit do jetë në një prezidencë, ku ai prezidencë do i bartë proceset, do ketë kuvend qendror kjo parti politike, do ketë kryesi qendrore dhe do ketë 5 sekretariate, të cilat do bëjnë organizimin e brendshëm të gjithë strukturës partijake, duke luajtur role të rëndësishme dhe të ndryshme. Pra, njëri sekretariat do luajë rolin e paraqitjes së jashtme, pra të PR-it dhe të zëdhënies, një sekretariat do jetë organizativ, sekretariati tjetër do jetë për burime njerëzore, pra sekretariati tjetër do jetë për çështjen që do jetë për akademi politike, edhe një sekretariat do jetë për politika strategjike brenda partijave. Kështu që do ketë disa sekretariate dhe çdo njëra do luajë rolin e caktuar vetëm e vetëm për të pasur një performancë politike më të mirë, për të pasur një performancë politike më suksesshme dhe për të organizuar sa më mirë në brenda vetë partisë politike. Pra, partitë tjera do shkrihen dal nga dal në Vlen dhe do bëhet një subjekt dhe gjithë këta kryetarë për momentin që janë një subjekt tjetër, pra do barten tek Vlen dhe Vlen do funksionojë pra nga momenti i regjistrimit formal në gjykatë, për arsye se në gjykatë regjistrohet fillimisht me seli në Shkup dhe pastaj do fillojnë gjitha organet të funksionojnë. Te nek mënyra e funksionimit është një antar, një votë dhe vota do jetë e barabartë pa më parasysh çfarë roli apo pozite politike ka një antar i caktuar. Gjithë antarët do jenë barabartë në vendimmarrje dhe në peshën apo në vlerën e votës. Nga baza do të nisin organet formohen gjitha, duke u strukturuar pra pastaj deri në maj. Në kongresin e 9 majit do zgjidhet kuvendi dhe prezidenca e 5 antarëve dhe tjerat pastaj do të emërohen dhe do të zgjidhen më njëherë pas asaj gjitha organet tjera siç ne e ashtu dhe jemi dakorduar. Pra, është një model krejtësisht ndryshe dhe ky model pra do jetë modeli që ndoshta nuk është parapar, po jam i bindur dhe jam i sigurt se ashtu shihet se do jetë më i suksesshëm i parapar ndonjëherë dhe i paraqitur ndonjëherë në skenën politike, sidomos shqiptare.
Tek pjesa e programit do ndalemi edhe pak, realisht cilat do jenë ato pikat të cilat do pritet t'i përfshini qoftë edhe në program, por edhe që të insistoni të realizohen në qeveri në dobi të shqiptarëve. Vlen është parti e qendrës së gjathë, pra jemi e qendrës së gjathë, një parti që tani kohës fundit ju e dini se në Europë po zbehen këta ideologjit politike, partijake, pra i majti gjatë i qendrës e kështu me radhë, dhe më shumë ti po jepet rëndësi pra zhvillimit qytetar dhe kështu me radhë, dhe ne aty jemi fokusuar pra pikat që ne vlerësojmë se shqiptarët kanë çdo aspekt janë të lënë pas dore dhe të marginalizuar dhe të pazhvilluar, dhe ne nga do që të nisim nuk do gabojmë. Mirë po, si do t'jetë parimet kryesore do jenë pra Unioni Evropian i patjetërsueshëm, urgjent, dhe gjendet sa më shpejt rrugtimi për Unionin Evropian, dhe kjo mos jetë më me deklarata se që kemi mësuar 20 vite, dhe është bë keqpërdorimi më i madh i Unionit Evropian dhe i këtij rrugtimi. Pra gjithherë është folur dhe asgjë nuk është ndërmarrur. Unioni Evropian neve nuk na do të korruptuar, neve nuk na do të inkriminuar, për arsye se ne duhet njëherë të bëjmë reformë në gjykatë. Gjykata tek ne dini ju se ka më spaku besueshmëri qytetare. Në për institucionet më të rëndësishme ka më spaku besueshmëri. Ne duhet të reformojmë këta dhe të bëjmë ashtu siç Komisioni Evropian kërkon nga ne. Të bëjmë decentralizimin duke nisur pra nga pushteti qendror në lokal. Kjo qeveri pra në aspektin e decentralizimit fiskal të mjeteve që i mori kredi në fundit nga Hungaria, 75% nga ajo shumë apo nga ajo kredi ju dha komunave, dhe kjo ka qenë një delegim financiar apo një kompetencë, një decentralizim financiar i drejt për drejt, duke mos na u përzyer neve se cilët projekte do i përzjedhim. Pra, këta lloj mekanizmash neve na kanë bërë që ne të bëjmë edhe programin tonë. Programi jonë do jetë pra edhe në aspektin ndërkombëtar, në aspektin e jashtëm të Unionit Evropian, duke i ndërmarrë gjitha hapat, do jetë gjithëpërfshirës, duke e pas në fokus qytetarin tonë, pra që të jetë sa më shpejt i integruar dhe i zhvilluar. Pra, të rritë, kemi një pjesë të veçantë të programit tonë që i dedikohet forumit të gruas dhe forumit rinor. Dhe me këtë duam që forumi gruas dhe forumi rinor vërtet jenë përfaqësuar dhe vendimmarrës, jo vetëm për të plotësuar pra programin dhe duke i haruar siç kanë bërë deri tani, po vërtet jenë përfaqësuar dhe vendimmarrës. Përveç kësaj duhet të jetë aktor pra aktiv. Se vetëm kështu mendojmë se do ecim ashtu siç kërkon edhe Unioni Evropian nga gjithë ne. Çështjen tonë kombëtare nuk ka nevojë ne ta përmendim se ajo është gjë që dihet, se ne dihet cilët i përfaqësojmë. Ne përfaqësojmë shqiptarët dhe vlerësojmë se shqiptarët nuk kanë qenë përfaqësuar deri më sot siç duhet dhe nuk kanë marrë hisën e vet në gjitha institucionet që i ka shteti. Për këtë arsye ne kemi bërë edhe ligj të veçantë për përfaqësim drejt, dhe që nuk ka qenë një ligj i veçantë më herë. Domethënë shqiptarët kanë qenë deklarativisht të përfaqësuar, por jo realisht. Domethënë vetëm në baza politike partijake dhe gjithë tjerët kanë qenë të përjashtuar dhe nuk kanë pas të drejtë, edhe pse ke qenë i kualifikuar profesionalisht më mirë se tjerët, ti nuk e pas të drejtë për arsye se nuk e ke pas librezën partijake. Do të eliminohen këta gjëra dhe do të jetë meritokracia në krye të këtij dokumenti dhe këtij ligji, dhe ajo metodologji që ne kemi krijuar, që kemi krijuar edhe një komision kadrovik që do e përcjell këtë, do jetë vërtet në bazë të meritokracisë profesionale dhe vetëm ata do jenë të pranuar apo të punësuar në të ardhmen dhe jo vetëm aspekti i grafës etnike. Por edhe profesioni, që nuk ka ndodhur më herët. Pra më herët ka ndodhur Kuturu dhe jo rastisht ne jemi sjell në vend 22 vite. Tek pjesa e programit mund të ndalni edhe më tej, cilat do jenë ato pikat kyçe me të cilat nuk do bëni kompromis. Do jetë 20% i gjuhës, do jetë patenterit, gjykatë kushtetuese apo pikat e tjera juridiko-politike me të cilat
realisht nuk të pajtoni dhe do vazhdoni ta kërkoni në qeveri për të realizuar apo për të ndryshuar në dobi të shqiptarëve. Gjithsesi se ne nga fillimi kemi thënë se 20% që është një nocion nënçmues për shqiptarët dhe ajo nga kushtetuta duhet hiqet dhe duhet ndryshohet dhe për këtë ne nuk kemi tërhequr dhe nuk kemi devijuar dhe nuk e kemi absolutisht një stagnim të kësaj që kemi deklaruar. Se dikush na keq përdor se ata në fillimisht e kanë fjalën për ne, e kanë thënë fillimisht se do të hiqet 20% që dhe tani e kanë haruar. Jo, nuk është e vërtet. 20% që kemi thënë se do hiqet dhe do hiqet. Dhe jemi duke punuar që të hiqet sa më shpejt. Kjo është e para e gjë. Matutje, çështja e vendimarrjes. Ne shqiptarët kemi qenë të përjashtuar nga vendimarrjet në gjithë zonat shqiptare për të zhvilluar. Ju e dini se zonat shqiptare me theks veçantë kanë qenë qëllimisht të diskriminuar në aspektin e zhvillimit, zhvillimor. Dhe sot e patë se formulimi nga qeverisë për të ndarë mjetet ka qenë formulim në bazë të banorëve, sa ka një komunë dhe jo në bazë të etnive. Domethënë banor sa ke pa marrë parasysh se çfarë nacionaliteti janë, ti do i kesh ato mjete dhe projekte do i zgjedhësh vetë, si komunë. Dhe kjo ka qenë mënyra më demokratike, duke mos u përzier qeveria. Dhe kjo decentralizim drejt për drejt fiskal. Dhe shqiptarët ju e shihni sot zona shqiptare po zhvillohen sot. Është dashur vetëm t'ju jepet një mundësi që të zhvillohen. Dhe sot është duke ju dhënë mundësia. Unë e di se nuk bëhen gjërat brenda natës. Unë e di se dikush fillon në rendit gjitha që i kemi thënë dhe pse s'është bë kjo, pse s'është bë kjo, pse s'është bë kjo. Jemi duke i bërë një nga një, por kërkon kohë. 22 vite nuk është bërë asgjë, tani duan për një vite të bëhen gjitha. Dhe dëmet që i kanë bërë ata duan që t'i riparojmë ne brenda një viti. Që për hir të vërtetës nuk mund të ndodhë ashtu. Nuk ka mundësi të ndodhë ashtu, por me rëndësi është kahja ka është duke shkuar dhe jemi duke shkuar në drejtim duhur. Jemi duke shkuar në drejtim duhur. Për ta ndaluar njerë të keqen, duhet njerë të stopohet përfundimisht ajo, pastaj rrota të filloj të ecë në drejtim duhur. Dhe ne jemi duke i bërë atë. Sot i shihni vetë se po ndërtohet një universitet dikun të 35 milion euro asnjëherë nuk ka pas në universitete them shqiptare, se universitetet janë shtëpi akademike, ku nuk mund t'i ndajmë baza nacionale, po ajo është dihet se është Universiteti Nën Tereza në Shkup, është universitet shqiptar. Dhe 35 milion euro asnjëherë nuk është ndarë për një universitet. Ju e dini se me shifra 74 milion euro të ndahen për spitalin e Tetovës. T'jemi realist dhe t'jemi sinqert. Asnjëherë nuk është fol të paktën 20 vitet e fundit për këta shifra dhe për këta numra kaq shifror, do me thonë me 8 shifror të investimit në një spitalet ku shqiptarët janë me dominancë. Realisht këto investime njerëzve, qytetarëve, ju është dashur spitalet kënë të mira, infrastruktur të mirë, që jepet mundësia për të punësuar në mënyrë barabartë. Këto jemi duke i bërë ne dhe që përndahet hisja në mënyrë barabartë. Pra, këto programe, ne mund të bëjmë një program duket i bukur, ne mund të bëjmë duket një program shumë kështu tërheqës, por në realitet që mos realizohet asnjëherë dhe të jetë një letër e haruar apo disa dëshira të haruara. Jo, ne do jemi vërtet gjithçka që do e flasim në parimet e programet tona do jetë realizuar deri në pikën e fundit. Dhe këtë jemi duke e bë. Ju e shihni çdo ditë nga një deklarat, ka nga një investim serioz dhe historik, unë ashtu e quaj, tek zona shqiptare, tek spitalet. Po, është vërtet se spitali është i qytetarëve, pa dallim etnie. Se nuk mund t'i thuash ti spitali është i shqiptarëve dhe ju tjerë nuk keni jo. Se këta tema janë të vjetra ma, nuk ka nevojë t'i përmendim çdo herë, por në Tetovë do përfshin në program në kushtetuese po mundohen ta bëj paralelen mes programit që ka pasur veni kur ka garuar në zgjedhje dhe tani më po shkrehet apo po vazhdon në një parti. Do jenë të njëjta tematika dhe nëse mund ta cekni cilat do jenë ato risi. Ne kemi marrë pjesë 2 herë në zgjedhje, me Vlen kemi marrë pjesë në zgjedhje, edhe pse s'ka qenë formalisht e formuar si Vlen, por si Vlen, si koalicion Vlen ne kemi marrë pjesë në zgjedhje dhe ata premtime që i kemi pas ne vazhdojmë t'i kemi gjitha. Ne nuk do ndryshojmë tani premtimet se jemi bo Vlen në formalitet. Kjo nuk na ndryshon asgjë neve, që ato njerëz jemi ne.
ato njerëz do jenë eksponent kryesor edhe përfaqësues të vlerit, pra në krye të vlerit e 5, që përmendëm më herët e presidenca. Pra, ne vazhdojmë dhe themi përsëri se ndryshimet kushtetuese për ta hequr nocionin e nënçmimit 20% shqiptarëve do hiqet. Tani është pyetja kur do hiqet. Dhe jemi duke punuar që të hiqet sa më herë. Nuk është lehtë të bësh ndryshime kushtetuese. Ajo nuk është një rregullore e një subjekti që një institucioni qeveritar që mund ta bëjë edhe këshilli drejtues atë rregullore mund të ndryshojë. Flasim për kushtetutën e një shteti. Dhe kushtetutat e shteteve ndryshohen ose në raste historike që ka ndodhur me fatkeqësisht me gjak, ose me një marrëveshje të madhe politike që ne jemi duke e bërë tani. Realisht tek pjesa e programit, cilat pritet të jenë ato risit, mund të jenë 1, 2, 3 kështu me radhë. Përfaqësimi tjetë i drejt i shqiptarëve në gjitha institucionet dhe kemi bërë ligj veçantë për këtë. Kjo do jetë pika e parë. Pika e dytë do jetë Bashkimi Evropian, integrimi në Unionin Evropian, dhe e treta do jetë zhvillimi i zonave, i vendbanimeve shqiptare në mënyrë të barabartë, siç janë duke u zhvilluar edhe zonat qytete të tjera në gjithë Maqedoninë. Dhe kjo është një risi e madhe. Domethënë ne po e flasim një gjë, dikush mund të thotë për shembull, po kjo nuk është diçka shumë, se kjo na ka munguar neve. Neve na ka munguar kjo. Për çështjen tjetër që më pyetet mua, unë nuk mund ta fusar dhe nuk mund të them se është një risi ndryshimi kushtetues, për arsye se ajo nuk është kategori programore. Programore por jo diçka risi, nuk është diçka e re. Atë kemi deklaruar dhe jemi duke punuar dhe jo vetëm jemi duke punuar, po jemi në marrëveshje më që kur të bëhen ndryshimet kushtetuese të ndodh edhe të hiqet pra dhe statusi nënçmues 20% dhe ofendues i një komuniteti apo një etnie që është shtetformuese dhe që është më e madhe pas maqedonasve dhe që është ekzistenciale këtij shtetit pra shqiptarëve. Përfshihet edhe futja e pakicës bullgare në kushtetut? Do të thotë çështja me Bullgarinë, siç e shihni edhe vetë, është një negocim dinamik shumë kompleks, sepse bisedohet për emocione historike, bisedohet për ndjenja të gjithë literaturës dhe gjithë kulturës dhe gjithë historisë, memorjes, dhe nuk është e lehtë të thuash se ja, pse nuk e ndryshoni këtë, pse nuk e bëni atë. Dhe kjo aspekt normalisht se do zgjidhet edhe ky aspekt tani do të ndërhihet edhe më shumë eksponent nga Unioni Evropian dhe mendoj se do të intensifikohen edhe më shumë tani takimet për arsye se ka disa pritje nga Unioni Evropian që të jenë më aktiv dhe më pjesëmarrës në këtë çështje dhe ne jemi të bindur dhe vërtet besojmë se çështja me Bullgarinë do të zgjidhet edhe ajo dhe do të jetë vërtet një zgjidhje edhe për Maqedoninë, po edhe për Bullgarinë dhe kjo do na ndihmojë neve të debllokohemi nga gjithë procesi që na pret pra Unioni Evropian dhe që ne e presim me padurim dhe që vërtet ne jemi duke punuar vetëm për këtë aspekt që sa më herët dhe sa më shpejt të jemi aty ku e kemi vendin, se ne 2005 kemi pas statusin dhe humbëm tani duhet ta kthejmë dhe aty mendojmë se e kemi atë vend që na takon me merit. Tek modaliteti i dy kryetarëve si do funksionojë? Do funksionojë paralelisht të dytë apo do jetë me rotacion? Do me thonë, ne të kryetarët për arsye se thamë edhe më herët do jetë model i ri dhe do jetë një risi vërtet politike, performancë tjetër, nuk do ketë asnjëri më shumë kompetencë në tjetrit dhe nuk do ketë rotacion. Pra do jenë me të drejtat plota, të barabarta dhe në kohë pra të vazhdueshme derisa u zgjat mandati. Pra nuk do ketë rotacion dhe nuk do ketë kompetenca të ndara. Se janë biseduar fillimisht edhe kompetencat i jepen njërit të caktuara dhe tjetrit të caktuara, aty që ndahen pra kompetencat dhe më në fund ka ardhur dhe kemi vendosur gjithë bashkë se më mirë të jetë me të drejtat plota, të barabarta dhe pa rotacion, me përfaqësim një të kohë, të jenë me dy
firma apo nënshkrime dhe kjo do funksionoj pra derisa zgjat mandati. Aty tek pjesa e zgjedhjes kushdo që do zgjedhet kryetar do jetë e hapur, propozimet do jenë të hapura, çdo parti politike, pra 5 parti politike do përfaqësojnë apo 5 përfaqësues do propozojnë kandidatët e tyre dhe nga delegatët që do jenë prezent do votohen. Pra, këtu kemi 5 përfaqësues, lëvizja vetëvendosje, Aleanca për shqiptarët, Alternativa, Lëvizja Demokratike, pra dhe Lëvizja Besa. Dhe këta do i përfaqësojnë, do i propozojnë dhe kandidatët e vetë. Pra, do ketë 2 kryetar, do ketë 2 nënkretar dhe 1 sekretar gjeneral. Dhe me këtë do formohet pra gjithë presidenca dhe me këtë do ketë kompetenca më shumë do ketë presidenca për vendimmarrje, por normalisht se në konsultim edhe me kryesinë qendrore dhe me vendimmarrje edhe të kuvendit qendror që do jetë organi më i madh pas kongresit, pra që do ketë 100 antar, pra kongresi do ketë 850 plus, kuvendi do ketë 100 antar dhe me këtë do jemi të përfaqësuar pra ashtu siç na ka hyrje. Këta që do jenë gjithë funksionarët, pra do jenë me automatizëm antar të kuvendit, pra ministra, zëvendës ministra, kryetar komunash, deputet, këta do jenë bazë të tyre zyrtare dhe pjesa tjetër do jenë përfaqësuar dhe të propozuar nga partitë politike, pra që të jenë pjesëmarrës në kuvend. Dhe me këtë mendojmë se do jetë përfaqësimi ashtu siç duhet dhe do jetë më i mirë i mundshëm sipas asaj që ne kemi analizuar deri më sot me gjitha komisionet që kemi formuar dhe në gjitha ata parametrat tona që ne normalisht e presim të kemi sukses edhe në të ardhmen. Sa do të jetë kohëzgjatja e mandatit të 2 kryetarëve dhe realisht do të ketë hapësirë dhe mundësi për kundërkandidat ndaj tyre në Kongres? Patjetër se po. Ne jetojmë kohë demokracie, ne jetojmë sistem demokratik dhe gjithë delegatët kanë të drejtë të propozojnë kandidatët e tjerë. Dhe kanë të drejtë të votojnë kundër, kanë të drejtë të abstenojnë, por ne do jemi aty të hapur për debat, do jetë kongres pune. Do jetë kongres që do jepet mundësi çdo njërit të komentojë, dhe jo rastisht delegatët aty do jenë zyrtar, jo rastisht do marrin pjesë fizikisht dhe jo rastisht do jepet e drejta edhe e fjalës edhe e votës. Dhe drejta e votës është një akt shumë i rëndësishëm që ai ka të drejtë mos votoj dhe ka të drejtë abstenoj dhe ka të drejtë të përkrahë, të mbështesë një propozim. Pra me këtë sistem mundet siç e nisa, po ka të drejtë çdo kush propozojë emra të tjerë dhe ata do vendohen në propozimet e komisionit ku pastaj do hudhen në votim. Kjo tani shumë teknike, po që do ketë mundësi, po. Sa do të jetë kohëzgjatja e mandatit? Do jetë 4 vjeçar? 4 vjeçar. Do jetë 4 vjeçar dhe ashtu do ta respektojmë edhe ligjin, pra sistemi i Maqedonisë një sistemin 4 vjeçar, edhe ne do respektojmë pra këtë ligj. Pra ashtu kanë edhe kryetarët e komunave dhe sistemi tek ne e një sistemin 4 vjeçar më shumë, edhe pse ka presidenti 5 vjet, por ne do shkojmë me sistemin 4 vjeçar. Para disa kohësh në një intervistë e keni cekur apo i keni shprehur pakënaqësitë e juaja ndaj alternativës, realisht si do menaxhohet me pakënaqësitë, pasi që dihet që kur ndahet kulaçi gjithmonë ngel dikush i pakënaqur? Nuk ka reagime nga ndonjë parti vërtet, a them këtë, sepse gjitha partitë janë duke organizuar nga vetë pra sistemi i tyre dhe ne nuk kjo pjesë është, si them, një barë e çdo partie politike dhe gjithë partitë politike kanë obligim numrin e caktuar dhe personat që ato do i përzgjedhin të propozojnë në kongres. Pra ne nuk kemi dileme dhe konsiderojmë se çdo parti politike do ta menaxhojë vetë strukturën e brendshme dhe mënyrën e përfaqësimit. Sikur vlen ti kish sjell emrat e gatshëm, atëherë mund të parashtrojë pyetja po ku ngelen këta tjerët dhe u krijuan pakënaqësi. Përderisa partitë politike vetë bëjnë mënyrën e përzgjedhjes, vetë bëjnë numre, caktojnë numrin pra se si do përfaqësohen dhe mënyrën e përfaqësimit, emrat e përfaqësimit, ne këtu konsiderojmë se nuk kemi asnjëfar problemi dhe asnjëfar dileme. Çdo parti politike përgjegjësinë e përfaqësimit, pra e përsëris, përgjegjësinë e përfaqësimit e merr vetëm mbi supe dhe është duke shkuar si është më mirë.
Sa do ndikoj ky kongres në rikonstruimin e qeverisë, pasi që logjikisht partitë më të vogla në Vlenë do kërkojnë që të përfaqësohen më shumë në qeveri në raport me LDN dhe Besën. Mirë, biseduar këto tematika? ne pjesën se si do përfaqësohemi e kemi të qartë dhe vetëm jemi të përfaqësuar se ne jemi pjesë e qeverisë. Duke para se mu formuar Vlenë, ne veç jemi në qeveri dhe jemi të përfaqësuar mënyrat e tona siç jemi përfaqësuar. Tani, kjo vetëm do formalizohet. Ne nuk bëjmë diçka të re. Tani kur do formalizohemi ne si Vlenë, nuk do ketë kërkesa të reja nga fillimi, hajde një tash në qeveri do bëjmë jo. Do të thonë ne mënyrën se si do përfaqësohemi në qeveri e kemi kaluar. E kemi kaluar kur? 2024. Prap do ketë. Domethënë, ne tani e formalizojmë. Nuk bëjmë diçka të re dhe nuk kemi ndonjë dilemë mes vete si Vlenë dhe si parti politike se si dhe kush do përfaqësohet. Po, mund të ketë ndryshim të emrave të qeverisë mbrenda Vlenit në rikonstruim. Ajo është e vërtetë dhe është normale. Edhe vëmëroja do ketë rikonstruim mbrenda emrave vet, mbrenda eksponentëve të gjitha niveleve, edhe ministra, pozicionime, edhe zëvendës ministra, edhe drejtor, do jetë edhe te Vlenë. Dhe kjo nuk mendoj se është gjë e keqe. Tek figura politike e Azir Aliut, realisht e pam ditët e fundit që kishte një pëlqim ndaj një statusi të Halil Snopçës, ku në atë postim realisht kritikohej puna e ministrit të ekonomisë Besar Durmishi, do marginalizohet figura e tij politike qoftë në qeveri, por qoftë edhe brenda Vlenit, apo do qëndroj me atë fuqi politike që e ka. Nuk është menduar ndonjëherë të marginalizohet figura e tij apo të zbehet figura e tij, për arsye se ai është ministri i Vlenë. Po, në postim do të thotë ndonte ministrin e ekonomisë Besar Durmishi. Kush? Snopçë dhe ai e ka pëlqyer postimin. Ja, ajo është një mos ende nuk ka një konfirmim të tillë. Njëherë do të thotë mund ju e dini se portalet e caktuara apo mediumet ju e dini sot se ka shumë portale që janë edhe fake. Mendoj nuk janë të regjistruara. Dhe mund të jetë një gabim kështu teknik, po ai është inxhinier i IT-s, nuk. Unë po ju them një gjë. Tani kur flasim për temat e përfaqësimit ministror, ai është i lavdruar. 74 milion euro veç për spitalin e Tetovës ka nda. Unë mendoj se është ministri i suksesshëm shumë dhe më them historik. Dhe ky investim nuk ka ndodhur më herët. Like në që bëhet gjithve. Ja unë jap të drejtë dhe gjithë në që bëhet like edhe eksponentëve tjerë. Nëse i ka bë deputetit që përmendet ju, mendoj se le t'i bëj gjithve like, por vetëm let paraqitet i suksesshëm dhe let ju ndihmoj shqiptarëve, let ju ndihmoj qytetarëve, let investojtë në zonat tona sa më shumë. Do thotë nuk do e pres fati i Fatmir Limanit apo i Arben Fetajit në rikonstruimin e qeverisë. I keni këto njohuri pasi që në zonën 6 jeni ndër figurat më të rëndësishme të Vlenit. Tani rikonstruim do ketë. Dhe ajo është një gjë e thashë shumë normale. Në emrat se kush do jetë dhe kush nuk do jetë, do vendoset në mbledhjen e qeverisë në propozimet e partive politike. Ende zyrtarisht, si Vlenë nuk kemi propozime se kush nuk do jetë dhe kush do jetë. Edhe pse brenda Vlenit emrat janë përmendur, në mediume tjera janë përmendur se do ketë ndryshime dhe kalojmë kohës, mos i shpalosim prej tani, por se do ketë rikonstruim është shumë e saktë. Tek pjesa e kongresit do jenë hipotetikisht Fatmir Limani, Arben Fetaj, këto figura me të cilat keni pat. Tani çka ndodh? Degët e kanë të drejtën e plot. Tani degët këtë jemi duke e bë tani. Çdo degë, çdo parti politike do bëhet një degë, pastaj një degë do bëhet. Po tani për tani, duke funksionuar si ndarës ende, formalisht nuk kemi bërë si Vlenë, dhe do bëhemi shumë shpejt. Këta degë propozojnë emrat. Cilët emra? Emrat e delegatëve dhe emrat e kuvendarëve. Që do të thotë se këta emrat të delegatëve brenda tyre janë edhe funksionarët, edhe ata që do jenë dhe që mendohet jenë përfaqësuar. Për arsye se kush mendohet jetë i përfaqësuar? Antarët e kryesisë, antarët e kuvendit, delegatët e kongresit,
edhe pesha që do jetë presidenca. Gjitha këta, nëse nuk ka propozim nga baza, ti nuk mund t'jesh as kryetari i partisë, as sekretar general, as nën-kryetar, as antar i kuvendit, as i kryesisë, me një fjalë, i asnjë organi. Dhe nëse një propozim që përmendet ju nuk vin propozimi nga dega e caktuar, këtu do të thotë se komisioni që është përgjegjës për organizimin e kongresit normalisht se nuk do e shqirtoj apo nuk do e marrë parasysh. Realisht do të përfshihet aleanca për shqiptarët në kongresin e Vlenit, pasi që dihet që tani më vullet aleancës për shqiptarët i ka Arben Taravari dhe pse gjithmonë do të përmendet qoftë Ilir Demiri, vjen konsiderohet aleanca për shqiptarët, Azir Aliu, njët, Arben Fetai, njët, sa ka sens logjik një parti të përfshihet në Vlen kur nuk i ka vullet. Kjo parashtrohet një pse Fronti Evropian apo BDI-ja pse në bazë din serin se dhe s'ka parti politike. Ditë më parë, kisha tha e kanë formuar lidhjen. Jo, është shumë mirë që e ka formuar dhe nuk kam asnjë farë kundërshtim të kjo pjesë, po edhe te pjesa jon e aleancës, pra nuk ka nevojë të bëj dikush iniciativë brenda aleancës për formim të një partie të re, për arsye se iniciativa për formim të një partie të re është partia Vlen. Dhe nuk ka nevojë të bëj aleancë për të bërë Vlen, s'ka nevojë. Ne do ta merr atë pozitën e nënkryetarit të Musa, që nuk përfaqëson asgjë. Tani Musa u mendoj si përfaqëson qytetarët ose deputete. Tani është deputete dhe i përfaqëson qytetarët të caktuar dhe nuk mund të themi ne se nuk përfaqëson askënd. Me rëndësi është se ne kemi vlerësuar se po mirë tani edhe Bekim Qoku s'ka parti politike. Okej, një që është por përfaqëson qytetarët. Dhe ne kemi vlerësuar se duhet qapim hapësira që edhe qytetari i fundit të përfaqësohet siç duhet, qoftë edhe më pak me numër. Ja, Bekim Qoku mund të jetë më pak me numër, por edhe qytetari i fundit të përfaqësohet. Dhe ky është Vlen dhe ky është ai koncepti jon i ri politik dhe me këtë koncept kemi fituar di parë zgjedhje dhe përsëri do fillojmë edhe zgjedhjet e ardhshme. Ditë më parë kisha këtu Arben Taravarin dhe ai tha që nuk ka asnjë hidhërim personal me asnjërin nga krerët e Vlenit. Realisht si do duket konstrukti i Vlenit në zgjedhjet e ardhshme parlamentare, qofshin ato të rregullta apo të parakoshme, do garoni të vetëm apo do keni koalicione qoftë me Arben Taravarin apo Zjadin Selën? Po është herët, ne tani jemi të angazhuar me formimin e Vlen. Keni vjet kuqe? Tani, patjetër se po ne jemi duke biseduar dhe duke bërë gjitha atë investim të gjithë energjisë tonë strukturore, partijake që bëjmë Vlenin 1 dhe aty kemi arritur. Tani, pasi të formohet Vleni 1, normalisht se do të hapet edhe tema se me të cilët ne eventualisht mund të bashkëpunojmë nesër në ndonjë parti tjetër. Dhe jemi të hapur, po. Tani, disa eksponent kanë qenë pjesë e Vlenit dhe dolën nga Vlen, nuk i përjashtuam, ne dolën, duke menduar se tek BDI-ja do marrin më shumë hise dhe do jenë më mirë përfaqësuar. Ne mendonim se nuk është zgjidhje të shkosh tek BDI-ja, kështu i tham edhe Selës, edhe Arben Taravarit. Dhe bukfalisht kemi insistuar shumë mos dalin nga familja e madhe Vlen, sepse nuk është opsion të jesh BDI. Ti mund të kesh mendim ndryshe, por nuk është opsion BDI. Dhe ashtu tha populli, ashtu tha fjala përgjigja e popullit, nuk është opsion BDI dhe në zgjedhjet e fundit kjo fjalë ishte shumë e fortë, ishte shumë e fuqishme, shumë e madhe dhe duke na dhënë neve, domethënë 10 komuna si Vlen dhe kjo është një përgjigje duke na dhënë gjitha qendrat pra, duke nis nga Struga, duke nis nga Çairi, Tetova, Dollneni, Dibra, mos flasim gjitha komunat Saraj, që kanë qenë bastionet të BDI-s. Dhe tani ne këta vendime që i marrim ne politike, si parti politike, kemi edhe përgjegjësitë tona, nëse eventualisht kemi pra pasoja. Në këtë rast, dikush ka marrë në qafë gjithë strukturën e vetë, dhe është shumë e vërtet, dhe ashtu doli. Dhe ne kemi thënë mos se nuk është aty zgjidhja.
Nuk do të ndalem aty. Janë vendimet individuale ose ta quajmë të tyre që kanë të drejtat e plota të vendimmarrjes. Kjo është pra demokracia. Ndonjëherë vendimet kushtojnë, ndonjëherë vendimet të çojnë deri në asgjësim politik apo shuarje të një subjekti e kështu me radhë. Ne kemi pas praktika historike në Maqedoni që vendimet e gabuara kanë çuar deri në shuarjen e partisë politike. Ti e ke dhe parti që kanë qenë po ashtu shumë aktive, siç PDSH e kështu me radhë, sot janë aty ku janë, nga vendimet dhe nga mënyra se si janë qasur qytetarëve dhe politikës. Tek koncepti i përpelimit të listave për deputet, realisht në zgjedhjet e ardhshme do jenë figurat e njëjta, në zonat e njëjta, apo pritet rifreskim dhe figurat e reja? Sistemi i zgjedhjes në Maqedoni është sistemi i dontit, që ende është aktiv dhe ende është në ligj në fuqi ajo. Pra, përfaqësimi do jetë ashtu siç është në 6 zona zgjedhore, 6 njësi, po. Për emra do jetë parimi, domethënë çdo parti politike do përfaqësohet në mënyrë të barabartë. Pra, çdo parti politike në Vlen, që jemi tani përfaqësues politik, do përfaqësohet në mënyrë të barabartë. Dhe kjo mënyrë se si do përfaqësohet do ketë një rregullore të veçantë, ashtu jemi dakorduar, përveç statutit do ketë disa do ketë disa rregullore, po njëra nga ato rregullore do jetë edhe mënyra organizative dhe përpilimit listave propozimeve për deputet dhe për funksionarë ndryshëm në për institucionet pra qendrore, por edhe për kandidatë tjerë, proprietar komunësh kështu me radhë. Dhe për këtë aspekt, edhe kjo nuk do jetë diçka e re se ne e kemi kaluar këtë. Pra, pa marrë parasysh se kemi pasur eksperiencat këqija me ndonjë proprietar partie që doli. Përsëri ne kemi pasur një dakordsi. Kemi pasur një dakordsi se kështu do funksionon. Besa e dini se i dha të gjitha. Domethënë, ne më pak deputet doli Besa, por kjo nuk do të thotë se Besa kishte më pak votues edhe për krahas. Ishte ajo pjesa e hapjes krahut që ti ftosh edhe të tjerë, ti ju japësh mundësi edhe të tjerëve. Dhe mendoj se nuk kemi gabuar. Dini se i dha të gjitha. Domethënë, ne më pak deputet doli Besa, por kjo nuk do të thotë se Besa kishte më pak votues edhe për krahas. Ishte ajo pjesa e hapjes krahut që ti ftosh edhe të tjerë, ti ju japësh mundësi edhe të tjerëve. Dhe mendoj se nuk kemi gabuar. Do hap rrugë në zonën 10, zonën 20 me Xheti Afringashi, zonën 6 do hap rrugë Bila Kasamit ose në zonën 5 duke u hapur rrugën figurave të reja. Tani për të bë shqiptare do të sakrifikosh, do të flijosh, nuk është e lehtë. Domethënë për të bë bashkë do të japish, do të flijosh. Ndonjëherë kështu e ka kjo punë, po me rëndësi nuk është vetja, sa është me rëndësi synimi jonë që të kemi sukses pra të gjithë përfshirës dhe një sukses që vërtet shqiptarët e kanë pritur gjatë kohë dhe vërtet ne çdo kund ku ballafaqohemi, çdo kund ku dalim, ku ecim, ku jemi pranë qytetarëve, gjithë na thonë, pse s'bëheni bashkë, pse s'bëheni bashkë. Dhe ne ja u bëm bashkë, për të bë bashkë, nuk mund të ti thuash valla, kjo është e imja gjithë dhe nuk ta jap. Dhe kjo më takon mua si dua she, nuk shkon ashtu. Ti do bëhesh bashkë, kur do fillosh ti japësh atij që më pak, ta afrosh, ti thuash ja, kjo është pjesa dhe qytetarët të ndjehen të përfaqësuar, pra edhe ai më i fundit atje ku është, të ndjehet edhe ai se është i përfaqësuar siç duhet. Dhe kjo modeli i suksesit. Jemi nga fundi tek pjesa e kongresit. Realisht prisni inkuadrimin apo kyçjen e figurave intelektuale, profesor universitar, gazetar apo figura të ndryshme intelektuale që t'i bashkangjiten idesë së Vlenit. Edhe ligjet ne që i kemi propozuar si përfaqësimi i drejtë, edhe akademinë politike që duam ta kemi brenda Vlen, por edhe organizimin e forumeve rinore dhe gruas, jemi gjithë me eksponentë edhe të jashtë. Profesora universitar, shoqërisë civile, forumeve të ndryshme rinore dhe këtë jemi ende duke i kontaktuar ata dhe duke ju hap mundësinë që të kemi pra ide brenda edhe nga jashtë dhe ti marrim si normalisht si të mirë qena, ti fusim në programet tona, ti kemi parasysh eksperiencat e tyre dhe në këtë mënyrë pra ti aplikojmë në qeveri dhe në programet tona partijake. Dhe këtë jemi duke e bë. Jemi aktiv me shumë profesor akademik nga Maqedonia,
kemi konsultuar edhe tjerë që mendojmë diasporën nuk e kemi haruar, pra kemi përfaqësues për herë të parë në kongres edhe nga diaspora që do jenë pra me emër me mbiemër. Kështu që gjitha shtresat që janë faktor të shqiptarët, duke nisur edhe nga diaspora, nga bizneset, nga forumet rinore, forumet e grave, gjithë do jenë përfaqësuar. Dhe me këtë mendojmë se sa ma shumë gjithë përfshirës që jemi dhe sa ma shumë që kemi figura edhe të reja, do jemi edhe më suksesshëm. Dhe do kemi mendime të reja, do kemi eksperjenca të reja dhe me këtë mendojmë se do i sjellim diçka të re edhe kësaj shoqërie ku jetojmë ne. Zotri Sediu, ju faleminderit që ndatë kohë me ne, shpresoj që do riqemi në intervistat e ardhshme. Vërtet kënaqësi dhe ju dëshiroj shumë suksese. Shikues të nderuar, ishte kjo intervista e sotme. Ju faleminderit për vëmendjen, rishihemi në intervistat e ardhshme.